Dashi, dita nis me energji të mirë dhe qëndrim pozitiv. Një mundësi e re profesionale mund të shfaqet, ndaj jeni të hapur për të dëgjuar dhe eksploruar ide të reja. Në punë, përpiquni të ruani qetësinë, edhe kur sfidat duken të mëdha. Financat janë në një fazë stabiliteti, por planifikoni me kujdes shpenzimet për të ardhmen. Në dashuri, sot është dita për të komunikuar ndjenjat tuaja me sinqeritet. Partneri juaj do të vlerësoj përkushtimin dhe dëshirën tuaj për të ndërtuar një marrëdhënie të fortë. Nëse jeni vetëm, shikoni përreth, pasi një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë të re. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të gjeni pak kohë për të reflektuar dhe medituar. Kjo do t'ju ndihmojë të gjeni paqe të brendshme. Demi, një ditë e mbushur me dritë dhe ngrohtësi ju pret, duke ju sjellë mundësi të reja për të ndjerë dashurinë më afër. Lidhjet personale mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje, por sinqeriteti juaj do të shërbejë si orë kaluese. Në punë, qëndroni me këmbë në tokë dhe besoni në aftësitë tuaja, pasi do të keni mundësinë të shfaqni talentet që shpesh i mbani të fshehura. Financat kërkojnë kujdes, nuk është dita për aventura financiare, më mirë të mbani një qëndrim të matur. Ndërsa keni një ndjesë të përgjithshme qetësie, meditimi do të forcojë harmoninë tuaj të brendshme. Përqafoni emocionet e buta që vijnë nga brenda dhe lejoni që fryma e juaj të ndriçojë rrugën tuaj të jetës sot. Binjakët. Dita e sotme sjell një energji të freskët dhe të qetë, duke të nxitur të reflektosh mbi marrëdhëniet e tua. Ndërsa zemra jote kërkon dialog dhe mirëkuptim, koha është e duhur për të ndarë mendime të thella me partnerin tënd. Në punë, shpërqendrimet e vogla mund të shfaqen, por kreativiteti do të ndriçojë çdo detyrë. Kujdes me shpenzimet, sepse disa vendime të pamenduara mund të ndikojnë financat. Le të jetë një mbrëmje e qetë për të përqendruar në atë që vërtet ka rëndësi. Nëse ndihesh i ngarkuar, një shëtitje në natyrë mund të jetë balsam për shpirtin tënd. Mos harro të kujdesesh për veten, duke i dhënë përparësi gjërave që të bëjnë të ndihesh mirë. Përqafoni momentet e thjeshta dhe të bukura. Gaforia. Sot, universi ju fton të dëgjoni zemrën dhe të ndiqni intuitën tuaj. Në çështjet e dashurisë, ndjenjat e thella do të shkëlqejnë si drita e hënës mbi ujë. Bëni hapin e parë me një bisedë të rëndësishme me partnerin, pasi komunikimi do të sjellë harmoni. Në punë, energjia e brendshme është e fortë dhe ju mund të arrini më shumë se sa keni menduar. Bëni një plan të vogël për të menaxhuar detyrat dhe gjithçka do të ecë më lehtë. Financat kërkojnë vëmendje, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për kursime të vogla që do të ndihmojnë në të ardhmen. Gjeni kohë për të relaksuar mendjen dhe për të ndriçuar shpirtin me një aktivitet që ju pëlqen. Kujdesuni për ndjenjat dhe mendimet tuaja, ato janë udhërfyesit më të mirë. Luani. Dita e sotme sjell një ndjesë të ngrohtë dhe të qetë. Në punë mund të hasësh disa sfida të vogla, por energjia jote pozitive do të të ndihmojë të kalosh me sukses. Kushto vëmendje detajeve dhe mos u nxito në marrjen e vendimeve të rëndësishme financiare. Një bisedë e këndshme me një mik të vjetër mund të frymëzojë për një projekt të ri. Në dashuri, komunikimi i hapur do të forcojë lidhjet e tua emocionale. Kujdesu për mirëqenien tënde dhe përpiqu të kalosh kohë në natyrë për të rifreskuar mendjen dhe shpirtin. Relaksohu dhe lër emocionet e tua të rrjedhin natyrshëm. Kujto se çdo ditë është një mundësi e re për të ndriçuar jetën tënde dhe të tjerëve përreth teje. Virgjëresha. Në qiellin e tetorit, ndjesitë tuaja janë të ndriçuara nga yjet që ju japin energji dhe vendosmëri. Sot, përkushtimi ndaj detajeve do të sjellë fryte në punë, duke hapur dyert të reja për mundësi që keni pritur prej kohësh. Në dashuri, një bisedë e ndjerë mund të thellojë lidhjen emocionale me partnerin, duke rindezur ndjenjat e dashurisë. Financat kërkojnë kujdes, shmangni blerjet impulsive dhe përqendrohuni te investimet e qëndrueshme. Mbani mend të lini pak kohë për veten, ndoshta një shëtitje në natyrë ose një libër që ju frymëzon. Zemra juaj është mbushur me ndjeshmëri dhe është dita e duhur për t'i dhënë zë dëshirave tuaja të brendshme. Besoni në intuitën tuaj, ajo ju udhëheq drejt qetësisë. Peshoria. Sot do të ndjeni sikur po ecni mbi një orë delikate mes të tashmes dhe të ardhmes. Në aspektin e dashurisë, zemra juaj është e hapur dhe e gatshme për të përqafuar ndjesë të reja. Bisedat me partnerin do të jenë të thella dhe plot kuptim. Në punë, gjithçka do të shkojë mirë nëse i përkushtoheni detajeve të vogla dhe qëndroni të përqendruar. Financat kërkojnë vëmendje, kështu që planifikimi është qetësi për të shmangur surprizat. Sot mund të ndjeni dëshirën për të shkëputur pak, nda rutina për të kërkuar pak qetësi. Mirëshëtitje në natyrë mund të jetë pika e kthesës që ju nevojitet. Siguroni që të ndiheni të lidhur me veten, duke i dhënë përparësi kohës për reflektim.
Akrepi. Dita e sotme sjell një frymë të re në marrëdhëniet personale, duke nxitur komunikim të thellë dhe kuptim të ndërsjellë. Është koha e dur për të dëgjuar me zemër dhe për të shprehur atë që ndjeni. Në punë mund të hasni sfida të vogla, por intuita juaj e fuqishme do t'ju udhëheqë drejt zgjidhjeve kreative. Nëse keni pasur dyshime financiare, sot është dita për të bërë një plan të qartë. Kujdesuni për shpenzimet e panevojshme dhe fokusohuni në investimet afatgjata. Ndjesitë tuaja do të jenë të pasura dhe të ndira, duke ju dhënë mundësinë të shihoni momente të vogla lumturie. Reflektoni mbi ato që ju sjellin paqe dhe bëni hapin drejt përqafimit të tyre me gjithë zemrën tuaj. Shigjëtari. Sot, energjitë universale ju ftojnë të lidheni më thellë me ndjenjat tuaja dhe të dëgjoni zemrën. Në dashuri, është momenti ideal për të hapur dhe për të ndarë emocionet me partnerin. Mënyra se si komunikoni do të sjellë harmoni dhe mirëkuptim. Në aspektin profesional, përpiquni të mos humbisni fokusin dhe qëllimet tuaja afatgjata, pavarësisht sfidave të vogla që mund të shfaqen. Financat tuaja kërkojnë vëmendje, prandaj bëni kujdes me shpenzimet impulsive. Merrni kohë për të reflektuar mbi mënyrën se si menaxhoni burimet tuaja. Sot, ecja në natyrë ose një moment qetësie do t'ju mbush me energji dhe do t'ju ndihmojë të rifitoni ekuilibrin e brendshëm. Përqafoni çdo mundësi që vjen me kurajo dhe pozitivitet. Britsjapi. Fryma e ditës sjell qetësi për mendjen dhe zemrën tuaj. Mos nxitoni në vendimmarrje, reflektoni para se të veproni. Në punë, angazhohuni në projekte që i keni lënë pas dore, sepse energjia e sotme favorizon përparimin e qëndrueshëm. Në dashuri, është koha e dur për të treguar ndjenjat tuaja. Partneri juaj do të vlerësojë sinqeritetin dhe përkushtimin tuaj. Për ata që janë vetëm, një takim i papritur mund të hapë horizonte të reja emocionale. Kujdesuni për financat, shpenzimet e panevojshme mund të prishin balancën tuaj. Bëni një ecje në natyrë për të mbushur frymë thellë dhe për të rigjitur harmoninë. Mos të anashkaloni mirëqenien e brendshme. Meditimi mund të jetë çelësi i qetësisë suaj sot. Ndjeni plotësisht në sinkron në universin. Ujuri. Dita e sotme sjell një vllaf të freskët energjie dhe frymëzimi. Në çështje të zemrës, guxo të shprehësh ndjenjat e tua me sinqeritet dhe do të shohësh si momentet e vogla krijojnë lidhje të mëdha. Në punë, përgatitu për një sfidë të re që do të kërkojë kreativitet dhe zgjidhje inovative. Mos u tremb nga ndryshimet. Ato mund të jenë çelësi i suksesit tënd. Sa i përket financave, është koha të mendosh për investime në afatgjata që garantojnë stabilitet. Qetësia shpirtërore është kyçe sot, ndaj gjet sa momente për të medituar ose për të shijuar natyrën. Lejoj vetes të rrëshqas mbi valët e jetës me hir dhe besim. Kujto se çdo ditë është një mundësi e re për të shkëlqyer dhe për të rritur. Peshqit. Sot do të ndjeni sikur universi i dëshiron t'ju tregojë diçka të veçantë. Në marrëdhënie mund të ndjeni nevojën për të thelluar lidhjet me të dashurit tuaj. Një bisedë e ndershme mund të shkrijë çdo akull mes jush. Në punë është dita e duhur për të ndjekur intuitën tuaj dhe të eksperimentoni me ide të reja. Një mundësi e papritur mund të shfaqet, ndaj qëndroni të vëmendshëm. Financat kërkojnë pak kujdes, por mos keni frikë të ndërmerrni një rrezik të vogël, pasi mund të sjellë përfitime më të mëdha. Ndjesitë tuaja do të jenë të thella dhe të pasura me ngjyra emocionale, duke ju frymëzuar të reflektoni mbi ëndrat dhe dëshirat tuaja më të thella. Kujdesuni për shpirtin tuaj sot,